Nuk ka argument gjëmaja se ne e falim namazin. Por çka ka jahudit sot e kësaj dite rri rahat. Edhe njëri prej jahudive të mençur, sa ato të mençur janë për ka e prapa. Një njerë që vret fëmijë dhe gra masakrane nuk o i ditur, nuk o i mençur. Sa do që di, se ti diturinë e shfrytëzon në haram edhe në gabim. Thot, rriri rahat jahudive, ka thonë, që i futve, edhe të vegjel, edhe të mëdhej, edhe grave, edhe fëmijë dhe plesni. Pse me nejtë rahat me një musliman? S'na launat, deri sa sabaj se falin, knaqën e me i rriri rahat. Kur t'ja nisin me i mush xhamia në sabah, hap nisit. E qatë herë mund mi përvel krahat edhe me pasë që ka punë. Ama deri sa në sabah s'dalin ata, rriri rahat. Edhe me të vërtet, më rahat si jahudita, ka dhe një popull në botë. Unë jam duke folë për një popull që masakron vret, ka him e ka zaptu vendin edhe sot e kësaj dite ndërton shtëpia në për vendet të zërpume, ma rahat s'ka. Një tre vet el mustautin ose el mustautanat shqip ta përkthejt, mundom ta përkthejt shqip, po me ndërtu shtëpinë në vend të zërpume. Se shtëpi me ndërtu në vendit datë i thonë bejt. Al-mustautanat dhe me thonë me ndërtu shtëpia villa në vend të uzurpuar. E që ashtu jahudit në Palestinë atje, si cëllën jafë e uzurpojnë ka 1 kilometër në 4 orë, edhe e bëjnë lagjet bukur atje me ujë, me rrime, me telefone, e nisim i ndërtu shtëpia. Ajde, pi Varshave jahudit, pi Pekingi, pi New Yorki, pi Istanbuli, pi Moskve. I të bëjnë jahudit, edhe pse ata frigohen me ardhët. Ato frigohen, para mendoj, për muslimanëve që veç drejken e falin frigohen. Në po me janë nisë dhe sabajnë. Në Moskë vdesin për frige. Në Moskë plasin për frige dridhen. Ama të e din që dhe si kina për një me. Pse si kina për një me, se e përmenda atë poezin. I kini ndërtu xhamijat dhe e dridh një zonin të e thirë për xhamia. Edhe minaret e ngritura, edhe xhamit e zbukuruara, te pihe e lustera e kitë mirat, hoxhalare o të bora, super, se cili më i heshëm se tjetri. Ama xhamat, shumë pak. E kur ta mush me xhamin me xhamat, jo vetëm Ramazan edhe në xhamat, por edhe krejt ditë të tjera atëherë, krejt bota kanë me pas se hiç s'ka nevojë me luftun, as me fol. Ata vetë kanë marrë me thonë, çeve drejtat mos e disi kanë nisë më frigu. Si do qoftë hajri salat, ndërshëm vëllezër. Namazi është obligim, është fars. Në qoftë se e bëjmë, shpërblehemi te Allahu, në qoftë se nuk e bëjmë, dënohemi te Allahu.